Kaluan 6 ditë nga vërshimet, por shtëpi dhe oborët ende janë të mbushura me baltë. E këto mbetje po e rrisin rrezikun për përhapjen e ndonjë sëmundje ngjitse. Këtë për Televizioni 21 e tha infektologu Fadil Cana, i cili bën thirrje për përdorimin e domosdoshëm të masave preventive, si maskat dhe doreza, për të mos ardhur siç tha ai deri tek më e keqja. Kjo e keqje posaçërisht i kafshëve të ngrohtura, po edhe përgjithësi edhe nga toka mund të vijë deri te përhapja e sëmundjeve infektive të cilët e atakojnë sistemin respirator. Tash përdorimi i maskave do thotë mos ndeja në vende ku është burimi i asaj erës kundërmuese janë nga mjetet parandaluese të cilët mund të ndihmojnë në mos përhapjen e këtyre sëmundjeve. Përveç kësaj, mjeku thotë se uji nuk bën të pihet as sesi. Unë mendoj që mund të shkaktojnë sëmundjet, mendoj që në këtë periudhë kohore, rreptësisht duhet uji i cili vjen nga gypat, pa marrë parasysh se vjen nga ujësjellsi, nuk duhet të përdoret për pije, sidomos. Ndoshta për higjienë personale, por për pije as sesi. Këshilltarja shtetërore e Ministrisë së Shëndetësisë Jovanka Kostovska thotë se në terren janë lëshuar ekipe të doktorëve që kanë filluar dezinfektimin dhe është marrë edhe rekomandimi për evakuimin e personave të rrezikuar. Këto janë pjesë të masave që i miratoi Komisioni për sëmundje infektive. Kostovska megjithëse thotë se prania e shumtë e vullnetarëve për të ndihmuar në zonat e prekura nga vërshimet po e pamundëson arritjen e ndihmës mjekësore në kohë. Në kohë po intervenojmë, por nuk mundet për një herë prej asaj që unë e pash. Besoni se kam qenë disa herë personalisht atje, por kësi vërshime dhe kësi katastrofe asnjëherë nuk kemi parë në këtë shtet, sikur të ishte një tsunami. Edhe po të doni të ndihmoni, nuk do të mundeshit. Aty ka shumë makineri dhe shumë njerëz. Të gjithë duan që të ndihmojnë dhe nga kjo pamundësohet ndihma jonë. Pra duhet që kjo të pastrohet dal nga dal. Për të gjithë banorët që kanë mungesë energjisë elektrike, Ministria e Shëndetësisë ka përpiluar broshura në 2 gjuhë, me të cilat i njofton ata se si të veprojnë dhe të mbrohen më mirë nga sëmundjet eventuale ngjitse që shkaktohen nga mjedisi i papastër jetësor.